Dy kosovarë janë ekstraduar në SBA. Në një njoftim të publikuar nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se atje do të përballen me aktakuzë për dëmtim të qytetarëve amerikan. Fjala është për dy të rinjt, Ardit Kutleshi 26 vjeç dhe Edmir Kutleshi 28 vjeç, të cilët ishin arrestuar më 12 dhjetor të vitit të kaluar në bazë të kërkesës së SBA-s për ekstradim. Ne vlerësojmë shumë bashkëpunimin e vazhdueshëm të autoriteteve kosovare në ndihmën ndaj qeverisë amerikane për këtë çështje, duke forcuar përpjekjet tona të përbashkëta për të mbajtur të sigurta Kosovën, ashtu edhe Shtetet e Bashkuara. Ardit Kutleshi dhe Edmir Kutleshi përballen me disa akuza për vjedhje identiteti dhe mashtrimi, të gjitha të lidhura me rolin e tyre si administrator të faqes Ridox. Kjo faqe thuhet se ka kryer mbi 7.600 shitje të informacioni që gjeneruan rreth $230.000. Ata akuzohen se ndër tjerash kishin shitur të dhënat e kredit kartelave të mira viktimave që jetojnë në SBA. Akuza pretendon se për më shumë se 8 vjet, të pandehurit administruan një treg të palitshëm në internet që shiste informacione të kartave të kreditit dhe kredenciale të hyrjes që ishin vjedhur nga mijëra viktima amerikane. Në aktakuzën e ngritur edhe një shtetas tjetër kosovar, Shpend Sokoli, ishte arrestuar në Shqipëri për të njëjtin rast. Sipas Departamentit të Drejtësisë, nëse shpallen fajtor, ata mund të përballen me 20 vjet burgim vetëm për pastrim parash e 10 për mashtrim me kredit kartela.